Gjatë një kërcimi sensual mes Benitës dhe Claudit, situata mori një kthes të papranueshme. Ajo që duhej të ishte një moment loje, ritmi dhe koordinimi, u shndërrua në një situatë të sikletshme dhe problematike për shkak të një veprimi të tepruar dhe pa respekt për kufijt personal. Claudi e çoi këmbën shumë lart drejt Benitës, në një mënyrë që e vuri atë në pozitë të pakëndshme. Benita reagoi menjëherë, duke i thënë qartë mos më kap këmbën ashtu, një kërkesë e drejtë që nuk linte vend për keqkuptim. Ishte një moment ku fjala duhej të mjaftonte, ku ndalimi duhej respektuar pa diskutim, por në vend që situata të qetësohej. Reagimi që pasoi ishte edhe më i gabuar. Claudi i ra me shuplag. Një veprim impulsiv, i panevojshëm dhe i pajustifikueshëm, që e kaloi vijen nga mungesa e respektit në dhunë. Aty nuk flasim më për kërcim, për lojë apo për spektakël, flasim për shkelje të qartë të kufive dhe për një reagim që nuk ka vend në asnjë kontekst. Ky episod tregon sa lehtë mund të ngatërohet sensualja me mungesën e respektit, dhe sa e rëndësishme është që çdo ndërveprim, sado i lehtë apo artistik të duket, të bazohet në dakordsi dhe respekt të ndërsjellë. Kur një person thot ndalo, aty mbaron çdo lojë. Çdo veprim pas asaj fjale është i gabuar, nuk ka rëndësi nëse gjithçka ndodh para kamerave apo para publikut. Nuk ka rëndësi nëse quhet shaka, performancë apo moment spontan. Kufijt personal janë të shenjtë dhe dhuna, në çfarëdo forme qoftë, nuk justifikohet kurrë. Një shuplag nuk është reagim, është shkelje. Ajo që mbetet nga kjo situatë nuk është kërcimi, por mesazhi i gabuar që përcillet kur veprime të tilla normalizohen ose minimizohen. Respekti nuk është opsional dhe nuk varet nga humori i momentit. Ai është bazë. Dhe kur mungon, çdo performancë bie poshtë. Ky rast duhet të shërbejë si reflektim për mënyrën si ndërtohen situatat, për reagimet ndaj një jo, jetë të qartë dhe për përgjegjësinë që secili ka ndaj trupit dhe dinjitetit të tjetrit.